Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell mënyrën se si përgatis unë kajmaqen has tradicional me 3 përbërës, i cili bëhet si djallë. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kajmaqenit. Fillimisht bëjmë bluarjen e qumshtit. Na duhet një tenxhere e cila është e sterilizuar mirë dhe lloji që nuk nxehet. Në tenxhere në fillim e shtojna qumshtin. Unë gjithsej jam duke i përdorur 2 litra me qumsht dhe litrën e dytë të qumshtit. Unë jam duke përdorur qumsht beo. Qofse nuk keni ju qumsht beo, atëherë përdorni qumsht të marketit me yndyrë 2.8 do t'jetë mjaftueshëm për përgatitjen e kajmaqenës. Tash qumshtin në temperaturë mesatare e lojmë që të nxehet mirë dikon rreth 5 minuta përsa të bëhet vlimi. Qumshti është gati, pothuajse të vloj, tash e largojna nga zjarri. Qumshtin pasi e kam largu nga zjarri, tash morim një enë të madhe ku do përgatisim masën. Këtu kam 22 vezë, pra mund të merrni vezë fshati, vezë marketi, në varë. Unë kam bërë përzierjen, kam disa të marketit dhe disa të fshatit, ashtu me qelluan, mirë po me vezë fshati do del më e mirë. Tash marrim vezët dhe kështu një nga një i kalojmë në një pjatë tjetër, që mos tjetë ndonjëra e prisht dhe kur ta hedhin tek masa mos na prishën tjerat, kështu në këtë mënyrë e kontrollojmë. Kemi 22 vezë. Pra për 2 litra qumsht është e mjaftueshme 22 vezë dhe një tepsi me dimensione 28 me 35 i kanë dimensionet. Shto një nga një bëjmë thyrjen e vezëve tek pjata e vogël dhe më pas i bashkojmë tek pjata e madhe. Këtë mënyrë bëjmë hapjen e gjithë vezëve. Ja, veza e fshatit dallohet nga vezët e marketit. Është më e mirë, ka një të verdhë më të theksuar, mbi të gjitha është dhe më e shëndetshme, ka më shumë kalori. Kështu në këtë mënyrë i thejmë gjithë vezët. Kam shtu gjithë vezët tek ena, duhet që të sigurohemi që vezët janë të freskëta patjetër dhe ta shtojna sheqerin. Aq sa vezë hedhim, aq lugë sheqer do shtojmë. Do shtojmë 22 lugë me sheqer. Tash masën me një tel kuzhine e rrahim kështu që vezët dhe sheqeri të bëhen një masë. Kur përgatisim kajmaqen, asese nuk ban që ta bëjmë rrahjen me mikser apo me robotin elektrik, vetëm se me një piron apo me një tel kuzhine do jetë mjaftueshëm. Vetëm pak një përzierje të shkurtër. Kam bërë përzierjen e masës. Tash shtojna qumshtin. Mirë po qumshtin nuk do shtojmë të tërin po njëherë, do shtojmë pjesë, sepse qumshti është valin nxehtë dhe do i prish vezët. Shtojmë kështu një pjesë dhe përzim. Pra e bëjmë me një shpejtësi të madhe, hedhjen e qumshtit dhe përzierjen. Përzim kështu, shtojmë pjesën tjetër. Mjaftueshëm është përzierja e parë. Shtoj pjesën tjetër qumshtit. Përsëri bëjmë përzierje. Dhe në këtë mënyrë shtojmë gjithë qumshtin.
shmarr një kullojse dhe masën kështu e kulloj dhe e kaloj në tepsinjen apo tavën ku do bëj pjekjen. Siç e ceka, tava është me dimensione 35x28. Unë kam një tavë qelqi, ju mund ta pjekni kajmaqinën një tavë keramike apo cinko. Varësisht se në çfarë tave bëni pjekjen, varet dhe pjekja. Te tava e cinkut do nevojitet një kohë më e gjatë, kurse te tava e dhejut apo tava e keramikës e qelqit nevojitet një kohë pak më e shkurt për pjekje. Më lehtë bëhet pjekja në këto tava sesa te tava e cinkut. Bëjmë kullimin e gjithë kajmaqinës apo masës të themi. Kam kulluar gjithë masën dhe tash tavën do e fus në furrë me shumë kujdes pasi është e mbushur plot. Gjatë kohës së përgatitjes e kam nxjerr furrën në 250 gradë dhe në atë temperaturë do e lëm tavën dikon për 7 deri në 8 minuta dhe më pas do e uli temperaturën në 90 gradë dhe kajmaqinën do e pjeki rreth 4 orëve. Kajmaqinin e kam largu nga furra, shpjekur mjaftueshëm. Unë e kam lënë dikon rreth 5 orëve në atë temperaturë. Ju zakonisht orën dhe temperaturën ja përcaktoni sipas furrës. Nëse ndonjë furrë pjek më ka dale, atëherë e lini në temperaturë 100 gradë për më pak orë. Tash e lojna që të ftohet plotësisht dhe do bëjmë prerjen, do jetë gati për konsumim. Tash kajmaqini është ftohur, ta prejmë në 4 orë do e prejmë. Kujdes, mos t'ja prishim pjesën e sipërme. Marrim një thikë të mbret ku të bëjmë prerjen. Preni 4 orët më të mëdha, më të vogla varet. Dhe kajmaqini është gati, ta ndajmë një pjesë, ta shihni. Ka dalë si një copë gjate, vërtet ka dalë shumë i mirë. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë kajmaqin tradicional, ju bëft mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat tona, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.